Ligji nuk ka qëllimin për cilin për mendimin tim pa pikë në konceptet me sallat fjalësh nxjerr relacioni. Në vetvete po të kishte qenë qëllimi i ligjit ajo çka thot relacioni dhe çfarë than këtu propozuesit, nuk do të përbënte asnjë skandal, është raison d'etat. Për arsye të interesit fort shtetëror dhe kombëtar ka çdo shtet, e kemi dhe në kushtetut. Mundësinë në raste përjashtimore. Dakor? Dikush merr jashtë radhe shtetësinë shqiptare, shteti shqiptar ndihet i nderuar. Duke e nxjerr jashtë radhe pikërisht duke marrë shtetësinë. Kush? Ka ekzistuar përpara, po sigurisht ka ekzistuar. Kemi raste shumë të bukura që me drejt krenohemi. Albert Einstein. Pati nevojë. Ministria e kolaboracionistëve ndërkohë në pushtim e tjerë, kolaboracionistët gjithë përfundon plum ata, si kolaboracionistë nazizmit. I çon ambasadës shqiptare në Berlin, thot më një herë Filan Fisteku të trajtohet me pasaportë shqiptare. Pa ardhur si ditë në Shqipëri. Pse? Se i rrezikohet jeta për arsye racore. Është Norbert Jokl, themeluesi i albanologjisë, çifut austriak, i cili ka lënë një bibliotekë jashtëzakonisht të pasur në vitin 1942. Megjithëse Shqipëria ishte vetë në pushtim. Vitin 1942 në Vjenë, kur e morën për ta deportuar, sigurisht ka pasur një miq të tij kanë tentuar që ta fusin në pikërisht në këto anale ligjore, që i kishte shteti shqiptar për të mundur të jepte një pasaportë shqiptare, së bashku me bibliotekën e tij, domethënë të mund ta shpëtonin dhe të vinte në Shqipëri. Është rasti i generalit von Mirdaç, shefi i parë i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, sapo ishte me lushtrit shqiptar. Austriak dhe aristokrat, general austriak, të cilin Ahmet Zogu në vitin 1928 e dekretoi si shef shtabi dhe ndërtues të ushtrisë moderne shqiptare. Sigurisht i dha dhe pasaportën shqiptare me gjitha benefitet që i takonin. Deri këtu zot kishte asnjë problem. Mund ta përqasim rastin qytetari i parë i New Yorkut deri para pak kohësh kërkon të bëhet shtetas shqiptar. Asnjë problem nuk kam me faktin që i jepet pasaporta shqiptare. Po këto quhen raste përjashtimore, pikërisht është çudi, me çudi të madhe. Gjithë bota synon New Yorkun që të mund të ketë një vend nderi atje, pa shumë pak arrin aty ku ka arrit Eric Adams. Dakor? Lajmi përbën çudi sepse Eric Adams mos i ka kap majën në New York, vjen dhe shkon ke njësia 2, si e kishte ai që ja bonte me gisht, si e ka emrin e njësisë 2, lutem, administrative? Po, ishte bashkë me te sot, ishte shumë i kënaqur. Me gisht ke njësia 2 kishte marrë dhe rezidencën aty, do banonte ke njësia 2 në Tiranë. Kjo është çudi. Prandaj bëhet lajm ndërkombëtar. Nuk kuptojnë ata se çfarë rëndësie ka Shqipëria dhe nuk arrin dot ta kuptojnë se si ka mundësi qytetari i parë i New Yorkut shkon dhe bëhet me kënaqësi të madhe shumë banori njësisë 2 në Tiranë, ëndra e jetës. Janë habitur që të gjithë. Janë habitur që të gjithë. Ti ke drejtë që se kupton, po ata janë habitur, është lajm ndërkombëtar. Tashti. Në raste kaq, jo që është lajm ndërkombëtar e ke lajm ndërkombëtar, lutem, a ka mundësi të krijosh mundësi? Ju lutem të përfundoj zoti Strazimiri, pastaj mund ta merrni fjalën, s'ka problem. Tashti. Në këto raste përjashtimore, Eric Adams, ku diun, Einsteini, Jokli, ne i presim të kenë aq shumë fluks sa ndërtojmë dhe agjenci për këtë punë. Dakor, dhe kjo tregon që nuk bëhet fjalë për prit tash se është ndryshe ajo agjencia që pas ka qenë, nuk mjaftoka që ka agjenci tjetër kjo. E thot në relacion. Sepse konflikti thot midis agjencisë parë dhe kësaj që do të na bëka programet për këtë punë, është konflikt interesi, duhet një agjenci tjetër. Nga momenti që bën program dhe agjenci nuk bëhet më fjalë për raste përjashtimore zot kushtetuta. Nuk bëhet më fjalë për Albert Einstein. Tu bëhet fjalë për atë që sapo ja tha Bylik Bashi.
sillni në një formë tjetër pasaportat e arta që ju thanë, gjone. E para punës nuk jeni, s'keni lidhje me BE-n, se tha kryetari, e kanë ata, po s'na e lejojnë, sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Je shtet pa dyrë, pa dritare, pa ashtu je shtet ku pastrohet para, je shtet ku nuk e di kush ta ka pasaportën. Dakor? Dhe ti nuk mund të thush me që e ka Gjermania pse se kemi dhe ne. Sepse si e Gjermania, Ulsi, si e Gjerman. Je di bran. Kështu që nga kjo pikpamje, të marrësh dhe të thush këto gjëra, të marrësh dhe të nxjerrësh të tallesh publikisht, duke sjellë dhe duke thënë që jo, s'është pasaportë e artë. Dakor? Por për interesa shtetërore, ku din se çfarë, presim një fluks në këtu tash dhe një agjenci tjetër, megjithëse e pas kemi njërin. Të mbroçkulla. Do ta merrni, do ta bëni, siç keni bërë shumë gjëra të tjera, absolutisht po. Po ke drejt, sa ju ka dhënë populli 83, Ulsi 83, po. Absolutisht. Gjithçka bëni ju. Ju bëni gjithçka. Por lidhje me kushtetutën nuk keni, mos më ndërhyj, lutem. Është hera e dytë që e bën, mos më ndërhyj. Dakor? Lidhje me kushtetutën nuk keni. Lidhje me arsyet për cilat flisni këtu nuk keni. Është i gjithi një projekt. Ai projekti vjetër, i çunave, i gjithë çunave global. Që kanë kursyt sa lek, e ku din se çfarë dhe vinë këtu si investitor strategjik me specifika të dobishme në veprimtarinë e tij private, që sigurisht bëhet publike. Ka që thjesht është gjëja, dhe them çifti me sallat fjalësh. Vota jonë është kundër, siç ka qenë gjithmonë, pavarësisht se nuk do ta pengoj dot këtë projekt për mendimin tim të mbrapsht.